Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Shumë të nderuar vëllezër dhe motra, selamu alejkum, paqe, mirësi, begati të Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, paqi kudo që jeni. Në përgjithësi e në veçanti të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, e sidomos të këtyre 10 ditëve, 10 netëve në të cilat nga sot veç kemi hyrë. 10 net në të cilat është nota kryesore, është nota ajo e cila tërë madhështinë dhe tërë begatinë ja ka dhënë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe ne me ibadet, me mirësi, me dashuri, me zveti, me dhikër, me përkujtim, me kërkim falje të Zotit Gjelle Shanuhu, e kemi kalu tërë muajin e bekuar të Ramazanit, e sidomos në këto 10 net, sidomos në këto kohë kur sakt e dim se njëra nga këto është padyshim nota madhështore, nota e begat, nota e shumë përcaktimeve, nota e shumë çështjeve rreth nesh, rreth familjeve tona, rreth rrethit popullit vendit ton, e kështu me radhë ne do ta përkujtojmë edhe një herë një lutje madhështore, shumë e shkurtë dhe shumë e lehtë për ta thënë, me të cilën e porositi dhe e mësoi më i dashuri ynë, profeti jon Muhammed alayhi salatu vesselam, bashkëshorten e tij, e cila i tha: ja Resulallah, nëse rastis që këto net ta shoh, ta arri natën e Kadrit, ma mëson një lutje me të cilën do ta lus Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, dhe ai i tha: thuaj, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwan fa'fu anni, apo fa'fu anna. O Zot, ti vërtet je falës dhe e don faljen, andaj më fal dhe mua, ose na fal dhe neve. Pra, përjashtimisht nga lutjet e shumta dhe nga shprehjet e shumta që ka për t'ju lutur Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, në këtë pjesë është përdor fjala afuun, e cila ka për qëllim jo vetëm faljen e mëkateve, por tregimin e një madhështie të madhe dhe një gatishmërie të jashtëzakonshme të Zotit Gjelle Shanuhu, që përveç se të na i fal mëkatet, të na i fshi ato. Pra fjala afuun ka kuptim falje edhe fshirje të mëkateve të njeriut, të besimtarit, i cili vendos e kupton se me të vërtet ai Zot është madhështor, me të vërtet ai Zot është falës, me të vërtet ai Zot është furnizues, është mbikëqyrësi jonë, dhe ne kemi nevojë për faljen e tij, për lutjen tek ai, për rikthimin te ai, dhe se çdo gjë në jetët tona dhe rreth nesh është në dorën, në dijen dhe në caktimin e rrept të Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Prandaj ai me mëshirën e tij na ka thonë se përveç që i fal mëkatet tona, ai edhe i fshin ato sikur të mos i kishim vepruar fare. Andaj eja një bashk ta lusim Allahun te bareke wa taala dhe ta shfrytëzojmë këtë 10 netësh, këtë 10 ditësh, në të cilin është nota madhështore, për të cilën pejgamberi alayhi salam ka thonë, është natë e cila është më e mirë, më e begat se 1000 muaj. Dhe se sa ma e madhe se 1000 muaj, e din veç Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, e din veç gatishmëria e madhe e Zotit Gjelle Shanuhu,
për të shumë mirësi dhe begati dhe për t'i dhonë mos të pafundme e të panumërt kësaj note më shumë se 1000 muaj. Ndoshta sa 2000 muaj, ndoshta sa 3000 muaj, ndoshta sa 10.000 muaj, aq më tepër kur ne kemi të bëj me Zotin Gjellëshanuhu, kur kemi të bëj me një mëshirues të mëshiruesve, kur kemi të bëj me një falës, kur kemi të bëj me një i cili është në gjendje dhe në gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës, që të na i pranoj lutjet, të na i pranoj pendimin, të na i pranoj rikthimin, të na i plotësoj dëshirat, nevojat, synimet tona, atëherë ne duhet vetëm e vetëm të gjejmë kohë gjithsesi, t'i lutemi, ta madhështojmë, ta madhrojmë Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, se më të vërtet na ka dërguar një muaj madhështor, më të vërtet na ka dërguar ditë e net madhështore, shumë premtuese që ai do të na fal, do të na mëshiroj, do të na furnizoj, do të na i shëroj të smurit ton, do të na i mëshiroj të vdekurit ton dhe mëkatet kur të na i fal edhe të na i fshi ato sikur të mos ishin fare. Andaj o Zot, të lutemi me lutjen me të cilën ai mësoi më i dashuri yt. Zoti jon, ti vërtet je i falës. Kur i kujtojmë gjitha këto mirësi, kur i kujtojmë gjitha këto begati, kur i kujtojmë dhe i shohum e i prekum dhe i ndjejmë thellë në shpirtat dhe në zemrat tona, të gjitha këto mirësi të panumërta dhe të paimagjinueshme, ne nuk gjejmë tjetër forcë, ne nuk gjejmë tjetër arsye, vetëm se t'i bashkohemi lutjes pejgamberit alayhi salatu vesselam, porosisë së tij dhe lutjes miliona e miliona e miliona njerëzve, sahabive dhe ummetit tan. O Zoti jon, ti më të vërtet je falës, ti e don faljen, na fal dhe ne, na i fal familjet e tona, na i fal fëmijët ton, na i fal akraban, farefisin, shokët, miqt, xhamatlit dhe të gjithë besimtarët që kanë nevojë për falje, kanë nevojë për mëshirë, kanë nevojë për rahmet, kanë nevojë për begatit e tua të panumërta dhe të pafundme. Ju lam në mëshirën e Allahu Gjellëshanuhu, në mëshirën e këtyre 10 ditëve, 10 netëve dhe dhashtë Zoti Gjellëshanuhu të arrijmë natën e madhe, natën e Kadrit, me lutje, me ibadet, me begati edhe me mirësi. E janë i vëllezër dhe motra që t'i shfrytëzojmë edhe këto 10 ditë që na kanë mbet me ibadet, me falje, me kërkim të realizimit të synimeve, të qëllimeve, të nevojave tona, sepse vërtet nuk ka realizim të synimeve, të qëllimeve, të nevojave tona në rrugë tjera, në forma tjera dhe në mënyra tjera, përveç se duke ju dorëzu Allahut te bareke ve taala, qofshin në mëshirën, në paqen dhe në rahmetin e Zotit te bareke ve taala. Wassalamu alaikum rahmetullahi taala ve barakatuhu. Paqe, mirësi, dashuri të Zotit Gjellëshanuhu, paqi kudo që jeni.